Shqipërat janë të frikshme faktikisht, ka shumë aksidente, ka shumë humbje jetë njerëzish, ka persona të tjerë pastaj që ngelen të gjymtuar, ka invalid përjetshëm, pra shoqëria është dëmtuar rënd. Shoqëria shqiptare është dëmtuar rënd nga aksidentet rrugore. Dhe shkaqet? Shkaqet janë të shumta. Duke filluar që nga përgatitje e drejtuesve të automobilave që nuk është në standardin e duhur dhe në nivelin e duhur, e para, e dyta nga gjendja teknike e automobileve që ne kemi, dhe e treta nga sinjalistika rrugore që vlen për dëshiruar akoma. Pra, të gjithë këta element ndërthurën njëri me tjetrin dhe krijojnë këtë situatë të favorshme për të krijuar aksidente. Këtu pastaj shtohet edhe sezoni verës, ku qytetarë të ndryshëm lodhen në det, lodhen në ujë, lodhen në pube e në ato festimet e tyre, dhe mandej ditën tjetër duan të udhtojnë, por kjo nuk ndodh. Pra, është llogaritur që njeriu duhet flerë tetor, është llogaritur që njeriu duhet të jetë i shlodhur, kodi rrugore ka shprehur në mënyrë të saktë, të ndalohet përdorimi dhe drejtimi i automobilit në gjendje të sëmurë dhe të përgjumur. Pra nuk mund të jesh i përgjumur dhe të ngasësh automobilit, sepse një automobil po marr rastin kur është me 80 km/h. Me 80 km/h në një sekondë e bën 22.22 metra avancon përpara. Pra nëse për një sekondë i mbyll syt se je i përgjumur, makina jote ka ikur 22.22 metra përpara. Pra ke rënë humner. Kaq është historia e kësaj. Kjo prandaj kërkon gjendjen e tyre. Nuk pa folur këtu për gjendjen teknike të automobileve që është e mjeruar, e ritheksoj, gjendja teknike e automobileve është e mjeruar. Pse? Sepse njerëzit nuk u bëjnë shërbimet teknike të duhura. Kjo vjen pak më lart akoma, sepse Ministria e Infrastrukturës që ka dhe transportin e ka kot formalisht, në fakt, se kjo nuk funksionon. Pra që të bërë drejtorinë e përgjithshme të shërbimit transportit ta bësh SHA, nuk e di vetëm në Shqipëri ka ndodhur, nuk e di të ketë ndodhur në një vend tjetër. Pra kjo është një nyje energjike, sepse transporton njerëzit, fiton kohën, është shumë e rëndësishme. Pra kjo e kanë për SHA, kjo duhet të ta mbaj shteti dhe ta mbaj fort shteti, ta mbaj shumë fort shteti këtë, dhe të ketë mbase të rrepta. Kjo kërkon dhe një drejtori në Ministrinë e Infrastrukturës. Pra si ka mundësi që këtu nuk ka një drejtori që dalin konkluzione, të bëjnë analizat, të bëj këto, dhe pastaj këto analizat